Ka nisur prej disa ditësh në Bashkinë e Maliqit një aksion për sistemimin dhe rikthimin në normalitet të rrjeteve të internetit dhe kablorëve të vendosur nga operatorët privat. Nisma synon të përmirësojë sigurinë publike, estetikën urbane dhe standardizimin e infrastrukturës së komunikimit në të gjithë territorin e bashkisë. Procesi po monitorohet nga administratorët e njësive administrative, Drejtoria e Shërbimit Publik dhe Policia Bashkiake, të cilët po evidentojnë problematikat dhe po bashkëpunojnë me operatorët për ndërhyrjet e nevojshme. Kam nxjerrë një urdhër për të hequr të gjitha kablot e panevojshme, pasi kompanitë që punojnë ose kanë punuar në territorin e bashkisë në shumë raste ndrojnë kablet, i lënë kablet e vjetra nëpër dhe është bërë një merimage gjallë gjithandej, shqetësim shumë i madh i joni, jo vetëm nga ana vizive, po dhe funksionale, patjetër shqetësimi i komunitetit dhe urdhri që unë kam nxjerrë për të gjithë territorin e bashkisë. Ka filluar puna me qytetin e Maliqit, po ecim dhe në njësitë administrative, është dhënë urdhër për të gjithë administratorët për ta ndjekur hap pas hapi dhe të shpresojmë që do bëjmë maksimumin e mundshëm që kablet jenë funksionale në shërbim të komunitetit, por dhe pjesa edhe funksionale edhe vizive për pjesën tonë, e cila është diçka shumë e rëndësishme, të jetë sa më e pranueshme dhe të shpresojmë që edhe kompanitë që operojnë në territorin e bashkisë të bëjnë punë sa më cilësore dhe sa më funksionale për të gjithë ne. Topshiu i bën thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë zhvillimit të aksionit, duke kontribuar në largimin e kablove të panevojshme nga ndërtesat e tyre. Sipas bashkisë, kjo ndërhyrje do të ndikojë në krijimin e një mjedisi më të sigurt, më të rregullt dhe më estetik për komunitetin.